Trinjaket Lucy, Kathleen dhe Jane kishin gjithçka për një jetë të lumtur. Por në një moment, njërës prej tyre i erdhi mërzia, dhe kjo e çoi drejt rënimit të pashmangshëm. Lucy, Kathleen dhe Jane lindën në vitin 1995 në Shenzhen, Kin. Lucy, me emrin e vërtet Yun-Lu, ishte më e madhja, sepse erdhi në jetë 5 minuta përpara Kathleenit dhe Janeit. Kur ishin shumë të vogla, prindrit vendosën të emigronin në Toronto, Kanada, duke i lënë vajzat përkohësisht në Kin të afërmit. Trinjakët u bashkuan me prindrit vetëm kur mbushën 7 vjeç. Atëherë familja u zgjerua edhe me një vëlla e një motor më të vegjël. I ati hapi një shkollë drejtimi për emigrant kinez dhe pati sukses, por më ambiciozja ishte ëma, Hong Wei Uini. Ajo drejtonte Risbound International, një firmë menaxhimi që ushiste policë jete kryesisht kanadezëve me origjinë kineze, duke u mundësuar të sillnin para nga jashtë pa paguar taksa. Së shpejti u bë një biznesmene shumë e njohur në Kanada, duke u shfaqur në konferenca e duke u fotografuar me Justin Trudeau dhe Doug Ford. Miqësitë dhe ndikimi i saj u rritën, ajo konsiderohej milionere. Fëmijët rriteshin pa prezencën e nënës, sepse ajo punonte pa rreshtur. Kur gjente hapësirë, ishte kërkuese, disiplinë të hekurt dhe nota të larta. Nuk ishte mizore, thjesht donte që fëmijët të arrinin majat dhe t'i ndiqnin hapat e saj. Vajzat dhe 2 të vegjlit u mësuan me përgjegjësi që herët, më shumë detyra shtëpie se lojra. Në moshën 13 vjeçare, trinjaket themeluan një OJF, Canadian Youth Funding Association, për të ndihmuar vajzat të reja dhe fëmijë. Uini i merrte shpesh në evente biznesi, po i përgatiste ta zëvendësonin një ditë. Por jo të gjithë e përqafonin këtë fat. Lucy vuante më shumë, nuk ishte nxënësja më e përpikt dhe kjo e zgënjente nënën, shpesh ziheshin. Në shkollë, Lucy e shifte veten si nerd, me baluke e tela në dhëmb, i dukej se nuk përshtatej as me shokët, as në familje, ku suksesi akademik ishte mbi gjithçka. Në moshën 14 vjeçare, Lucy u njoh me një djalë 16 vjeçar, Oliver Carafa. Ai kishte lindur në Slovaki 1993 dhe ishte zhvendosur në Kanada 8 vjeç. Flirtuan shpejt, por lidhja përfundoi po aq shpejt. Oliver donte marrëdhënie intime, Lucy jo. Ai përfundoi në shtrat me një shoqe të saj dhe romanca përfundoi. Më vonë, me këmbënguljen e nënës, trinjakët u regjistruan të biznesi në Universitetin e Torontos. Uini u kishte planifikuar të ardhmen dhe shpesh i vinte në garë me njëra tjetrën, për shembull makinë të re për atë që merrte notat më të larta. Marrëdhëniet mes motrave nganjëherë tendoseshin. Lucy mbaroi universitetin dhe ju bashkua nënës në sigurime jete, por presioni për të sjellë klient të mëdhenj e theu. Ajo kërkoi 2 vite pushim për të udhëtuar e për të kuptuar çfarë donte. Uini pranoi, do të mbulonte shpenzimet dhe do t'u jepte nga disa mijëra dollar në muaj secilës. Gjatë pushimit, të treja vendosën të bëheshin influencuese. Nën emrin Mia Triplets, hapën llogari në disa platforma, kryesisht si modele me foto në të brendshme dhe rroba banje, me #SexyTriplets. Audienca u rrit, 60.000 në TikTok, 40.000 diku tjetër. Nuk ishin super yje, por të ndjekura mjaftueshëm për bashkëpunime, produkte falas dhe 500.000 dollar për postim. Kathleen nisi konkurset e bukurisë, Miss Toronto, Miss Kanada, Miss Intercontinental Kanada, fitoi çmime dhe rriti famën e trinjakëve. Në 2019, 24 vjeçarja Lucy u rikthye te Oliver, tani 26. Çfarë kishte bërë ai në këto 10 vite? Pasi dështoi si model, shumicën e kohës e kishte kaluar në burg. Në 2012, 19 vjeçar, pasi u deh rënd me mikun David, u ul në timon, doli nga rruga dhe u përplas me shtyll. Makina u nda më dysh, David vdiq në vend, Oliver shpëtoi pothuajse pa gjë. U dënua me 5 vite burg në 2014 dhe 15 vite ndalim drejtimi. Në qeli nuk u ndreq, konflikte, kontraband, shoqëri e keqe. Në 2019, i liruar, kërkoi të rindërtonte jetën dhe e gjeti Lucyn online. U takuan, pas takimit të dytë ajo u shpërngulte ai. Uini e urrente këtë vendim, sipas saj, Oliver do ta çonte vajza në rrugë të gabuar. Si presion, i preu ndihmën mujore. Lucy dhe motrat fitonin diçka nga rrjetet, por asgjë si më parë. Shpejt problemi u zgjidh. Oliver nisi të sjellte para, me biznese të dyshimta. Nga eksport makinash për gjyrime, e shitje bataniesh të rënda e deri te trafiku i makinave të vjedhura për pjesë, parat vinë. Çifti mori një apartament me 2 dhoma në Toronto. Lucy ishte shoferja personale e Oliverit, ai s'mund të ngiste. Ajo i ndihmonte në çdo ndërmarrje, shpesh duke transportuar makina.
Erdhën kufizimet e pandemisë në pranverë 2020. Oliver deshi të shkonte në Slovaki për prindrit me Lusin. Në aeroport, për shkak të rregullave, vetëm Oliver mund të udhëtonte. Zgjidhja e tyre absurde, martesë online aty për ta lejuar bordin. U martuan në Zom, udhëtuan, u kthyen verës 2020. Oliver kërkonte të zgjerohej. Njohu Tyler Pratt, si përmarrës i suksesshëm në dukje, diamante, suplemente, por në hije grosist i drogave, me fitime marramendonse. I divorcuar, baba i përkushtuar, i fejuar me Giordana Romano, ish balerin, i vendosur të lindte të paligjshmen. Në korrik 2020, dikush i sugjeroi Tylerit të takonte Oliverin për investime të pastra. Oliver, i ëmbël e bindës, i shiti vizionin dhe mori $170,000 që në darkën e parë, pa ide konkrete. Më vonë, pasi mësoi se Tyler kishte shumë para, shpiku një biznes të rrem dhe e futi më thellë. Lucy e refuzoi idenë e tij makabre për trafik vajzash nga lindja e Europës, si zëvendësim, Oliver e propozoi Tylerit PPE, mask, syze, doreza, me fitime të larta gjatë pandemisë. Tyler mahnitet dhe e quan partner e mik. Familjet u afruan, dhurata luksoze, darka, plane për Itali. Oliver kërkon edhe $470,000 të tjerë për rritje volumesh. As kontrata, as dokumente, para nga dora në dorë. Lucy vet besonte se po bliheshin pajisje dhe po dërgoheshin në Europë. Kur Tyler pyeti për fitimet, Oliver i tregoi ekstrakte bankare europiale me 12 milion, false, duke i premtuar 3 milion pjesë të garantuar. Në fakt, nuk ishte asgjë. $640,000 e Pratit u zhdukën, mashtrim që në rënjë ose humbje totale. Kur Tyler nisi të kërkonte të tijat, Oliver ju lut Lucyt për kohë. Ajo shkroi një çek $1.5 milion në llogaria e nënës, duke u betuar se Winnis do ta vërente. Çeku s'u arktuar kurrë. Pastaj Lucy abuzoi me dijeninë e sigurimeve, i shiti Tylerit dhe Jordanit një policë jete $1.5 milion për transferte pa taksa nëpërmjet firmës së nënës, një mashtrim tjetër ku thjesht mbajti parat. Shkurti 2020, Tyler u ngop me premtime, dha ultimatum, deri më 1 mars ose do të kemi probleme. Oliver u tremb, e dinte të shkuarën e Tylerit. Ai dhe Lucy gjetën zgjidhjen, ta mbyllnin për gjithmonë. 28 shkurt 2020, Oliver e ftoi Tylerin dhe Jordanin në një magazin industriale për një projekt kanabisi ligjor. Më herët bleu me para në dorë një Audi Q5 të bardhë në emër të një tjetri. Lucy siguroi një sim në emër të një mikeje. Ata kodonin mesazhet për planin. Në ditën e fundit të dimrit, me simin e marr hua, Oliver i dërgoi Tylerit, jemi 10 minuta larg. Lucy ngiste Audin me paruke të çelët për kamerat. Range Roveri i Tyler Jordan mbriti. Lucy hipi të Jordan për ta mbajtur të zënë me muhabet, Oliver bisedonte me Tylerin pranë makinave. Pa pritur, Lucy hapi derën dhe u hodh jashtë. Jordan pa Oliverin të drejtonte armën nga fytyra e të fejuarit. 2 plumba drejt Jordanit humbën dhe goditën makinën. Ajo përposhtë të nisej për plumbi i tret i preku kraharorin majtas. Tyler u tur, Oliver shtiu 5-6 herë. Plag në krah, një gërvishtje në kokë, por plumbi në gjoks e rrëzoi të vdekur. Ata e tërhoqën Jordanin nga Range Roveri, e lanë buz rrugës, morën suvin për ta çmontuar te një mik dhe u kthyen në Audi për ta zhdukur edhe atë. U kthyen në shtëpi me taksi, të dehur nga adrenalina, krimi përsosur. Por një shofer kamioni gjeti Jordanin gjallë rreth 19:30, ajo pëshpëriti më qelluan dhe kërkoi ambulancë. U dërguan në operacion, policia gjeti trupin e Tylerit pas magazinës. Në shtëpi, Oliver e Lucy pan lajmet. Viktima kishte mbijetuar dhe ishte në koma. Paniku i zëvendësoi euforinë. U aratisën me njëherë, Prag, pastaj Slovaki te prindrit e Oliverit. Hetimi ndërkohë, antenat celulare e quan tek simi i mikes e Lucyt. Ajo tregoi se ja kishte dhënë Lucy Lee. Kamerat kapën çiftin duke ikur drejt aeroportit. U gjetën paruke çelët, rroba të Lucyt me njolla gjaku, dokumente të mashtrimit të sigurimit, çelsat e Audit. 3 ditë pas komës, Jordan u zgjua. I treguan se kishte humbur të fejuarin dhe foshnjan. Ajo bëri çmos të kujtonte çdo detaj. U lëshua ordër aresti ndërkombëtar për Oliver, 28, dhe Lucy, 25.
Sipas policisë, qëndruan në Slovaki, kaluan në Çeki dhe u zhdukën në Budapesht. Ema e Lusit doli në media, e tronditur, duke i bërë thirrje të bijës të bashkëpunonte. Ndërkohë, i ati Oliverit pagoi 250.000 euro disa personave për t'i fshehur dhe për dokumente të reja. Kështu përfundua në Hungari, ku u fshehën 2 muaj derisa u kapën. Oliver refuzoi ekstradimin në Kanada, Lusi, e paknaqur me shtratin e fortë, rrobat, ushqimin pa shije dhe klasën ekonomike, kërkoi të kthehej menjëherë. U ekstradua, në polici refuzoi të fliste me urdhër të nënës dhe avokatit. Garancia u vendos $2.7 milion. Ema pagoi dhe Lusi doli, por theu kushtet dhe u rikthye në paraburgim. Oliver, i ekstraduar, nuk mori garanci dhe priti 2 vite në qeli. Gjyqi nisi në prill 2024 dhe zgjati pak mbi 1 muaj. Lusi ndërtoi narrativën se ishte viktime e burrit, i vuri faj për çdo gjë dhe u përpok të siguronte alibi me familjen, që askush nuk e konfirmoi. Oliver heshti. Juria i gjeti fajtor për të gjitha akuzat. Të dy u dënuan me burgim të përjetshëm me mundësi lirimi me kusht pas 25 vitash. Kështu mbyllet historia e trinjakëve që kishin gjithçka dhe Lusit që, mes presionit, privilegjit dhe zgjedhjeve të veta, zgjodhi shtegun që e çoi në errësirë.